Skuadra e Rilindjes Socialiste në ndrejtimin e kandidatës për deputetën në qarkun e Lezhës Mimi Kodheli ka zhvilluar një takim me veteranët të qytetit të Lezhës. Zonja Kodheli ka akuzuar kreun e qeverisë Berisha që ka rritur çmimet e ushqimeve dhe ilaçeve, duke e bërë të papërballueshme jetën e pensionistëve. Saliu mund t'i ketë rritur pensionin. Po çmimet në treg janë rritur me fish më shumë. Inflacioni themi ne kësaj fjalës ndryshëm, këtij fenomeni. Janë rritur shumë më shumë se pensionet tuaja. Se në aq 1.000 lekë sa merë pension, 82.000 lekë i ka ilaçet pa rimbursueshme. Si jeton njeriu me 50.000 lekë muaj? Nuk ka një analizë falas për ju. Nuk ka një trajtim veçantë. Pensionet i bën çarap. Çdo gjë e kanë prishur. A do ta rregullojmë ne dot? Kandidatja socialiste ju ka bërë thirrje kësaj moshe që me 23 qershor të zgjohen të gjithë dhe të japin fitore rilindjes së shqiptare, sepse Partia Socialiste ka një program të detajuar për pensionistët. Po është e turpshme në një qark si Lezhë, në një rreth si Lezhë, se s'po diskutojmë Mirdita Kurbin, të mos kemi ne qofte edhe njësi vendore. Po ku janë të majtët socialistët dhe progresistët e këtij rreti? Ku? Pse flen? Po si mund të na dominojnë ne? Disa njerëz pa asnjë vlerë shoqërore flasë, jo individuale. Nuk ka mundësi. Ne duhet zgjohemi. Dhe zgjimi duhet vi nga ju. E rëndësishme është që ne jemi të bindur që kjo është hera jonë. Kjo është hera jonë. Dhe nuk na vjen më ky tren në stacion nëse humbasim. Ndërkohë veteranët e socialistë të qytetit të Lezhës i kanë shprehur kandidatës së Partisë Socialiste Mimi Kodhelit mbështetjen e tyre në këtë betejë për qarkun e Lezhës. Jeni atletare, i grua emancipur, e zgjur, e shkollur, me gjitha, si na intereson ne, jeni nga udhëheqësit pa të zgjurat të Partisë Socialiste, krahu gjatë e Tiranës. Jeni se ardhur e shumë dëshiruar për qytetin e popullit të Lezhës.